Nëse vuani nga diabeti, jasi t'i përdorni këto 7 ushqime për të ulur sheqerin në gjak. Kur bëhet fjala për diabetin, zgjedhjet tona ushqimore janë shumë të rëndësishme, pavarësisht se disa ushqime janë më të mira se sa të tjerat. Kjo nuk do të thotë se do të ketë kufizime në larmishmërinë e ushqimeve që mund të konsumojmë. Ka ushqime të cilat etiketohen si tepër të këqija, por kjo nuk e nënkupton se ato duhet të shmangen tërësisht nga dieta jone e përditshme. Nëse konsumohen në sasinë e duhur dhe në sasi të vogla, edhe ushqimet të këqija mund të jenë disi të tolerueshme nga organizmi juaj. Prandaj duhet të tregojeni të kujdesshëm gjithmonë me sasinë. Megjithatë, kur vjen në puna te vlerat ushqyese dhe aftësitë për të ndihmuar në menaxhimin e diabetit, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjithmonë duhet të zgjedhim ushqimet më të mira, të konsultohemi me specialistin dhe gjithashtu të bëjmë dietën e personalizuar e cila do na ndihmojë më shumë në këtë aspekt. Trupi ka nevojë për më shumë karbohidrate, megjithatë zgjidhini ato me kujdes tek drithrat dhe zgjedhjet më të mira janë drithrat e plota siç është për shembull orizi i kaf ose dhe tërshëra. Patate e ëmbël e pjekur, ushqimet e bëra me drithra të plota dhe më pak gjithashtu sheqer ose as pak të shtuar. Zgjedhjet më të këqija në këtë drejtim janë drithrat e përpunuara siç është orizi i bardhë, mielli i bardhë, drithrat jo të plota dhe me sheqer super të shtuar, buka e bardhë, patatet e skuqura, perimet. Zgjedhjet më të mira janë në këtë rast perimet e freskëta të gatuara në avull, të pjekura ose në zgar dhe perimet të ngrira të gatuara në pak avull, barishtet si spinaqi dhe rukola, perimet e konservuara por me pak ose me as pak krip. Zgjidhni në menun tuaj shumëngjyrëshe barishtet të gjelbra, perimet të kuqe, portokalli të bardha ose vjollcë, siç mund të jenë karrotat e portokallit dhe specat portokalli, qepat e të kuqet dhe të bardhat, por të vjollca mund të shtoni patlıcanët. Duhet të konsumohen të paktën 2 filxhane gjysmë me perime në ditë, në mënyrë që vlerat e tyre për organizmin të jenë të menjëhershme dhe të mos ndikojnë negativisht. Zgjedhjet më të këqija janë perimet e konservuara dhe me shumë krip, perimet e gatuara me gjalp, djath ose me salcë me yndyrë të lartë. Turshit, vetëm në rastet kur bëhen edhe me pak krip në të kundërt, mund të jenë të dëmshme. Lagra turshi për të njëjtën arsye si më sipër, vetëm kur është me pak krip. Nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut, duhet i shmangni. Frutat gjithashtu edhe mund të jenë të tolerueshme nga personat që vuajnë nga diabeti. Plotësojnë nevojën për karbohidrate, vitamina, minerale dhe fiber. Shumica përmbajnë pak yndyrë, por kanë edhe më shumë karbohidrate se perimet. Zgjedhjet më të mira janë frutat e freskëta, frutat e ngrira ose të konservuara pa sheqer të shtuar, puret e frutave pa sheqer shtesë, reçeli ose konserva e frutave pa sheqer shtesë. Zgjedhjet më të këqija në këtë rast janë frutat e konservuara me shurup dhe sheqer, reçeli, konservat, kompostet e zakonshme, pijet ose lëngjet me koncentrate të frutave. Proteina gjithashtu është shumë e rëndësishme për personat me diabet. Zgjedhjet në këtë rast janë të shumta dhe përfshijnë mishin e viçit, të pulës, peshkun, të derrit, gjalpit, gjithashtu frutat e detit, fashulet, djathi, vezët dhe arrorët. Zgjedhjet më të mira sipas ekspertëve janë proteinat me bazë bimore si fashulet, arrorët dhe farat, peshku dhe frutat e detit, pula dhe shpendët e tjerë pa lëkurë, vezët dhe produktet e bulmetit me pak yndyrë. Nëse hani mish, mundohuni të përzgjidhni pjesët që ato i kanë pa dhjamë. Nëse hani mish të shpendëve, hiqni lëkurën e tyre. Përfshirni proteinën bimore nga fashulet, arrorët dhe nëse nuk jeni vegetarian ose vegan, nëpërmjet këtyre do të merrni ushqime dhe fiber që nuk gjenden në produkte shtatëzore. Zgjedhjet më të këqija në rast se vuani nga diabeti janë mishi i skuqur, mishi me djam, prosciuta e derrit, gjithashtu djathi me yndyrë të lartë, lëkura e shpendëve e gatuar, peshku i skuqur, produktet e bulmetit. Kujdes me yndyrën dhe konsumi i saj duhet jetë në sasi të vogla. Zgjedhjet më të mira janë qumshti i skremuar ose me 1% yndyrë, kosi me pak yndyrë, gjiza me pak yndyrë,
Kremrat e bulmetit me pak yndyrë dhe zgjedhjet më të këqija janë në qumshti plot me yndyrë, kosi i zakonshëm, gjisa e zakonshme, kremrat dhe salcat e zakonshme, gjithashtu edhe yndyrna dhe vajrat ëmbëlsues. Gjithashtu janë të pamundura të rezistos edhe ushqimeve të cilat ndikojnë negativisht te diabeti. Burime natyrale të yndyrnave nga perimet si harrorët, farët dhe avokadot janë të mira përsa kohë i konsumoni me kujdes dhe brenda racioneve të duhura. Ushqimet më të këqija janë gjithashtu ato me yndyrë të lartë që mund të vinë nga kafshët. Është e rëndësishme që nëse vuani nga diabeti, të flisni me mjekun tuaj përkatës dhe të konsultoheni me të për të përzgjedhur dietën e duhur sipas gjendjes suaj. Dieta për diabetikët duhet të jetë individuale për të mos shkaktuar luhatje të forta të sheqerit në gjak. Të gjesh kombinimin e duhur të disa ushqimeve me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mund të jetë tepër e vështirë në shumicën e rasteve. Prandaj, çdo frut ose çdo perim që konsumohet duhet të jetë i duhuri në dietën tuaj. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim disa nga ushqimet më të mira të cilat mund t'i shtoni në dietën tuaj, për të mbajtur larg komplikacionet e luhatjeve të sheqerit në gjak. Perimet janë një zgjedhje e mirë. Perimet të tilla si spinaqi, lëmpjeta, gjithashtu sallatat janë plot me vlera, por me pak kalori. Duke qenë se ato treten vërtet shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasura me vitaminën C, që luan një rol shumë të rëndësishëm edhe në eliminimin e inflamacionit, gjithashtu edhe të tensionit të lartë të gjakut. Peshku gjithashtu është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për sa kohë nuk e teproni dhe nuk e gatuani të skuqur. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burimet më të mira të yndyrnave omega 3, DHA dhe EPA, të cilat ndihmojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Për të gjithë personat të cilët do vuajnë nga diabeti, duhet t'i konsumojnë pasi janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide mbrojnë qeliza dhe gjithashtu edhe reduktojnë inflamacionin, duke përmirësuar kështu qarkullimin e gjakut. Kanella është një tjetër produkt pozitiv që mund të luajë një rol mbrojtës kundër luhatjeve të diabetit të tipit 2. Kanella është e pasur me antioksidant, të cilët do të mbrojnë shëndetin e syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. E të tjera studime vunë re se kanella arrin të ulë nivelin e kolesterolit dhe nivelin e triglicerideve. Vezët janë në të vërtet një paket me vlera të shtuara ushqyese. Përveç se ju mbajnë gjatë të ngopur nëse konsumohen rregullisht, ato ulin riskun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Një tjetër produkt fantastik që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj ushqyese për të mbajtur larg problemet e diabetit të tipit 2 është edhe vaj ullirit ekstra i virgjër. Vaj ullirit mund të quhet ndryshe si balsami i zemrës. Ai e përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë edhe në zvogëlimin e prodhimit të substancave HDL, që është parë të jetë një nga shifrat jo të shëndetshme tek personat që vuajnë nga diabeti tipi 2. Gjithashtu vaji i ullirit mund të ndihmojë në ekuilibrimin e tensionit të gjakut dhe qarkullimin më të mirë të tij për një zemër të shëndetshme dhe aktivitete të plota ditore. Sa më të larmishme ta keni dietën tuaj me produkte të cilat ju përshtaten më mirë ju, aq më të lehtë do ta keni menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak dhe aq më pak probleme do të keni në përditshmërinë tuaj. Sigurohuni që për çdo ndryshim që mund të bëni në dietën tuaj, të konsultoheni me specialistin për të evituar kështu edhe gabimet që mund të kryeni. Është e rëndësishme që nëse keni probleme me diabetin, ta adresoni atë menjëherë tek mjeku përkatës, në mënyrë që të evitoni komplikacionet dhe të mbroni veten tuaj gjithashtu nga faktorët të cilët mund të krijojnë komplikacione në të ardhmen. Mos i neglizhoni shenjat e diabetit, por konsultohuni me mjekun tuaj për të evituar gjithashtu çdo problem të mundshëm në të ardhmen. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.